Forumi Rinor Islam brë me një manifestim fetar ka zgjedhur nxënësit më të dalluar. Ky manifestim është bërë tradicional dhe është organizuar për herë të 7 me radhë në suazat të qytetit të Tetovës me rrethin, me të cilin rast nxënësve u janë shpërndar dhurata modeste në shenjë mirënjohje për suksesin e arritur. Forumi Rinor Islam përmes kësaj tenton që të tregojë se dia për ne është gjëja më e vlefshme, ashtu siç na mëson vetë Kur'ani, pra fjala e Allahut edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për atë u them këtyre nxënësve vëllezërve tanë, pra, që ju sot do të shpërbleheni për suksesin e arritur në 8 vjeçare apo 9 vjeçare tash. Manifestimi përpos dekorimit të semej maturantëve më të mirë ka ngërthyer në vete edhe një program të shkurtër kulturor artistik, ku është dhënë edhe premiera e dokumentarit të përgatitur enkas për këtë manifestim me temë trekëndshi pedagogjik të përgatitur nga Salisha Zivari dhe Muhamet Qonusi.